intelektualve kosovarë, as su avuri veshin kush. Dashuri dhe frikë. Enver Hoxha, perceptimi nga Kosova dhe Enver Hoxha i Shqipërisë komuniste. Do t'jetë tema për cilën do t'flasim këtë javë në emisionin Vojaç. Kush ishte Enver Hoxha për shqiptarët e Shqipërisë dhe kush për shqiptarët e Kosovës? Pse shqiptarët e Kosovës Enver Hoxhën e perceptonin si mbrojtës të kombit dhe identitetit shqiptar? A e ndërtoi Radio Tirana dhe Radio Televizioni Shqiptar kultin e Enver Hoxhës në Kosovë? Apo dashuria për Shqipërinë komuniste ishte shpëtimi vetëm nga pushtimi jugoslav? Çfarë ndikimi pati figura Enver Hoxhës në ndërgjegjen patriotike të shqiptarëve të Kosovës? Pse shqiptarët e Shqipërisë në një masë të madhe Hoxhën e konsiderojnë si një diktator brutal, që është përgjegjës për burgosje politike, dënime me vdekje, internime, shtypje të fjalës së lirë dhe varfëri ekstreme. A ka ndryshuar sot në Kosovë perceptimi për Enver Hoxhën? Në Vojaç, dashuri dhe frikë, Enver Hoxha, këndvështrimi nga Kosova dhe Shqipëria. Ju pres të dielën në orën 20:05 në Radio Televizionin e Kosovës. Jo më bëri 55 vjeç.